Në edukim, duhet me dhënë përparësi udhëzimit, jo emocionit. Po mëdhimet ama, duhet të. Zban! Shpeshe prindet dominohen nga emocioni, e emocioni e udhëheq procesin e edukimit. Nëse me emocioni edukon, kur s'kimi edukuam? Dhime me qënë sabah, dhime të mjallon këta, e që thuj tash mëse ha këta, e që thuj mëse bo këta, e që thuj kështët, e që bo këta, qaq? Jo, s'ka emocioni. Emocioni të rëdhëzër e suporton sahi. Emocioni vjen mas udhëzimit. A me esenë që është duhet me kallëzuqe? Këto s'ka kompromis. A ka thonë Zotit e bare këtëra, s'ka negociata. Mos hap negociata në familje për atë që është haram. Regull. S'ka negociata për atë që është farz. Negociojmë në ato që është e lejuar. Apo shkojmë këtu, apo hajmë këtu, apo rrim këtu, apo thimë. Këtu e negocioni. Po, duhet me pas konsultim brenda familjes. Mirë, po në atë që është për shembull obligim, nuk negociojmë. Me falë sabajnë me ku. Negociojmë. Peton, tash po bine vonë, të gjithë saatin kurdisën të falim 9 saati. Mos gaboni saat më herë se apelojmë gjithë sot. Apelojmë familje e lumtur, bashkëpunan. S'ka bashkëpunimi kë? Çfarë bashkëpunimi fa lumtur ta? Që falin sabajnë 9 saati. Jo, bashkëpunojmë. Po e në ra vonë herët i në ra, sabaj ka vakë në vetë, s'ka negociata këtu. Nuk ka negociata. Po ftaf për nëzet, që ka qëlluam, e falim me kuaftë. E ma në shamë namazin, krejt tjetë një shtopë, mësoni në familje, për të thonë, si për mu, si për ty, se këtë qoftë. Absolutisht. Ama me emocionin me thonë, për shamë, për më dhime, të qysh me thonë këti qës, ja, kimi thonë edhe mirë bila, se nëse si thu, sot, thotë, a i ty nesërën.